Një tjetër super El Niño mund të godas botën shkencëtarët, po testojnë në zgjidhje kontroverse për të ftohur tokën. Shkencëtarët paralajmërojnë se një super El Niño mund të zhvillohet në vitet e ardhshme dhe mund të jetë ndër më të fuqishmit të dekadave të fundit, duke rritur rrezikun për vale ekstreme të nxehtit, zjarre masive, thatësira përmbytje në shumë pjesë të botës. Përballë këtij skenari, një studim i ri publikuar së fundmi ka shqyrtuar një ide shumë të debatueshme, përdorimin e gjeoinxhinierisë diellore për të zbutur ndikimin e fenomenit. Studiuesit analizuan një teknik të njohur si ndriçimi i rreve detare. Metoda konsiston në spërkatjen e grimcave në rret mbi oqean, në mënyrë që ato të reflektojnë më shumë rrezet e diellit drejt hapësirës dhe të ulin përkohësisht temperaturën e sipërfaqes së tokës. Për shkak të rreziqeve të mundshme, studiuesit nuk kryen eksperimente në botën reale. Në vend të kësaj, ata përdorën modele klimatike të bazuara në zjarret masive që përfshin Australinë gjatë viteve 2019-2020. Tymrat nga ato zjarre krijuan re më reflektuese, të cilat ndihmuan në ftohjen e paqësorit dhe kontribuan në krijimin e kushteve të ngjashme me fenomenin La Niña. Sipas stimulimeve, nëse kjo teknik do të përdorej në fazat e ershme të një super El Niño, ajo mund të reduktonte deri 40% ndikimet më të rënda të këtij fenomeni dhe të forconte efektet ftohëse të La Niñës. Megjithatë, vetë autorët e studimit theksojnë se nuk po rekomandojnë zbatimin e kësaj teknologjie, por vetëm hapjen e rrugës për kërkime të mëtejshme. Ky është vetëm një provim koncepti, e vetmja gjë që kemi treguar është se ja vlen të studiohet mëtej, tha klimatologja Kate Ritz, një nga autorët e këtij studimi. Ekspertë të tjerë paralajmërojnë se teknologjia për ta zbatuar këtë metodë ende nuk ekziston në shkallën e nevojshme dhe se pasojat mund të jenë të paparashikueshme. Disa druhen se ndërhyrja në klim mund të shkaktojë një La Niña shumë më të fortë se çdo rast i regjistruar më parë, me pasoja të rënda si rreshje ekstreme, përmbytje dhe thatësira në rajone të ndryshme. Përveç sfidave teknike, mbeten edhe dilema etike. Kush do të vendoste nëse një teknologji e tillë duhet përdoret dhe nëse ajo do të largonte vëmendjen nga objektivi kryesor, ulja e emetimeve të gazeve serë që po nxisin ngrohjen globale. Shkencëtarët bien dakord se për momentin zgjidhja më e sigurt për frenimin e ndryshimeve klimatike mbetet reduktimi i ndotjes dhe emetimeve, ndërsa gjeoinxhinieria konsiderohet ende si një fushë eksperimentale që kërkon shumë më tepër studime përpara se të merret në konsiderat për përdorim praktik.